Çështja e dytë të problematike është mënyra se si është legjitimuar juridikisht puna si shofer, që këta punëtor fizik kanë qenë duke ushtruar pa asnjë bazë juridike. Fillimisht, ekorregjioni me akt vendimi bën ushtrues të detyrës së shoferit, e pastaj e hap një konkurs të brendshëm për shofer, ku aplikojnë vetëm këta ushtrues të detyrës dhe të gjithë pranohen. E para, çështja e përcaktimit të punëtorëve fizik si shofer me akt vendim është e papranueshme, sepse ekorregjioni me këtë e ka çroditur plotësisht konceptin e ushtruesit të detyrës. Referuar ligjit për zyrtar publik, ushtrues detyra mund të caktohet vetëm një zyrtar publik dhe vetëm për një pozitë menaxheriale. Vendosja e punëtorit fizik në pozitën e ushtruesit të detyrës së shoferit, jo vetëm se nuk e plotëson këtë kriter në asnjë mënyrë, por si rrjedhoi paraqet edhe vendim të kundërligjshëm. Ndërkaq, kur më në fund është hapur konkursi për shofer, është hapur si konkurs i brendshëm, në cilin konkurs kanë marrë pjesë vetëm punëtorët fizik dhe të gjithë janë zgjedhur. Sipas ligjit të punës, punëdhënësi në sektorin publik është i obliguar që të shpallë konkurs publik sa herë që pranon një punëmarrës dhe themelon një marrëdhënie të punës. Dhe ai konkurs duhet të jetë i barabartë për të gjithë kandidatët, e synuar pa asnjë diskriminim. Pra, kjo tregon se në rastin konkret ky konkurs, përveç që nuk ka qenë në përputhje me ligjin e punës, pasi që për pozitën shofer çdo kush mund të aplikojë, dhe është dashur të hapet konkursi publik, ka qenë edhe konkurs vetëm formal, në kuptimin e asaj që duket se qëllimi ka qenë të përjashtohet çdo kush tjetër dhe të zgjedhen vetëm këta punëtorë.